Ajo mbriti zbathur në atë dasmën luksoze, një figurë që ngjante me një hije të haruar në mes të shkëlqimit verbues të elitës shqiptare, ku veshjet e shtrejta dhe stolit preare i fshihnin shpirtrat të ftohtë. Trupi i saj i holl dridhe jo vetëm nga lodhje skajshme fizike, por nga peshja e një të vërtetë që kishte vite që digjej brenda saj si një thëngjill i ndezur. Një e vërtet që askush në atë fest për allore nuk ishte gati ta ndëgjonte apo ta besonte. Ishte mbuluar me pluhurin e rrugëve të gjata të jugut, me flokët e ngatruar nga era e kripur e Bregdetit dhe lëkurën e qarë e të nxirr nga dielli i pamëshirshëm, duke shtrënguar në dorën e saj të vockël e të bërë me kallo një copletre të rudhosur. Një poster dasme që e kishte gjetur në një kosh mbeturinash e që shërbente si e vetë një hartë drejt shpëtimit. Kur rojet e sigurisë, burrat të bëshëm me kostume të zeza dhe syzet e errta e kapon brutalisht dhe rrëzuan për tokë mbi gurët e ftohtë e të lustruar të resortit, një murmuritje përbuzjeje dhe gërdie kaloi si një val nëpër turmën e të ftuarve që mbanin gota kristali me shampanjë të shtrejt në duart e tyre të manikyruara. Nusja Rudina Belo, e veshur me një fustan prej mëndafshi që shkëlqente në dritat e perëndimit, qeshje me një lloj triumfi mizor, një qeshje që i doli nga shpirti i saj i errët, duke i quajtur vajzën një lypëse të dëshpëruar dhe një mashtruese rruge që po përpiqej të vidhte vëmendjen në ditën e saj të kurorëzimit. Rudina urdhëroi me zë të lartë që vajza të largohej me çdo kusht, përpara se të ndynte ambientin me praninë e saj. Askush prej atyre njerëzve të rëndësishëm nuk e dinte se ajo vajzë që po poshtëroi në sy të gjithë botës, që po zvarritej mbi gjunjt e përgjakur, ishte Adriana Kastrati, vajza e vetme dhe e humbur prej 9 vitesh e dhëndrit, miliarder Ardit Kastratit. Ajo nuk ishte një hije rastësishme, por një fëmijë i rrëmbyer në lulen e moshës, i shpallur zyrtarisht i vdekur nga autoritetet dhe i varosur prej kohësh në kujtimet e hidhura të një babai që kishte humbur çdo dritë në sytë e tij. Shtëpia e tyre e vjetër në periferi të Korçës kishte qenë dikur një tempull i vërtet i qetësisë dhe dinjitetit, ku Arditi, një burr i drejtë e i suksesshëm, dhe bashkëshortja e tij Mirela po rritnin Adrianën me një kujdes të kufizuar me adhurim. Por ajo pasdite e mallkuar kur Adriana u zhduk pa lënë gjurmë, e ktheu atë vilë madhështore në një mauzole heshtjeje dhe dhimbje që mund të prekje me dorë. Mirela e thyer shpirtërisht nga faji që nuk e mbrojti dot të bien, u mbyll brenda dhomës së Adrianës për vite me radhë, duke mos pranuar të ndryshonte asnjë libër apo lodër, duke nuhatur rrobat e saj çdo natë derisa mushkrit t'i mbusheshin me pluhur dhe lot. Kur pas 3 vitesh kërkimesh të edhshme që kushtuan miliona, shteti e mbylli dosjen dhe u bë një varrim simbolik me një arkivol që brenda kishte vetëm një kukull dhe një shall, diçka brenda Mirelës u thërmua përfundimisht. Ajo nisi të lëngonte nga një sëmundje e pashpjegueshme, një dobësi që mjekët e quanin depresion, derisa një mëngjes nuk u zgjua më duke e lënë Arditin në një botë plotësisht të zbrazët. Në këtë gjendje empirjeje totale, ku ai funksiononte si një robot në zyrat e tij të qelshta, hyri Rudina Belo. Ajo ishte një grua me bukuri të ftohtë dhe medje prej skakisteje e cila nuk kërkoi kur dashurinë e tij, por pushtetin dhe llogarit bankare që vinin me mbiemrin Kastrati. Ajo u bën ngushëllimi i tij i rem, pa e ditur ai se ajo ishte arkitektja e heshtur dhe mizore që kishte pritur në hije për të zënë vendin e gruas dhe për të fshirë çdo gjurmë të Adrianës nga ajo shtëpi. Udhëtimi i Adrianës drejt asaj dasmi kishte qenë një sfidë kundër vdekjes, një kalvar që nuk mund ta imagjinonte as mendja më e errët. Që nga dita kur fati e deshi që ajo të shihte atë poster dasme të shkelur në balt, ku fytyra e babait të saj shkëlqente pra një gruaje të panjohur, ajo nuk kishte ndalur se ecuri për asnjë sekond. Këmbët ishin mbushur me fluska që plasnin e gjakosnin. Shollat e këpucëve të saj të vjetra ishin konsumuar aq shumë sa që ajo ndjente çdo kuralec dhe çdo cifël xhami mbi lëkurën e saj të zhveshur. Kishte kaluar net të tëra nën urat e ftohta, duke u fshehur nga një erës të ligë, e shtyr vetëm nga një imazh i mjegullt i një kopshti me pemë are dhe zëri mamas që e thëriste për darkë.
Kur më në fund arriti të resorti, uria i kishte turbulluar shikimin, por instikti i gjakut ishte më i fortë se çdo gjë. Në çastin kur arditi i tërhequr nga britmat dhe rëmuja, te hyrja doli jashtë i natosur, ku asikur u ndal për të gjithë universin. Ai pa atë krijesë të mirë, të rrahur nga jeta e nga rojet që po zvaritej drejt tij. Kur syt e tyre u takuan, gjithë muret që ai kishte ndërtuar për të mbrojtur veten nga dhimbja u rrëzuan me një zhurmë shurdhuese. Ai nuk pa një lypse, por ai pa Adrianën e tij. Ai pa sytë e Mirelës që i kërkonin llogari. Kur shqiptoi me zërin që i mbytej nga dënesa emrin e saj, Adriana, dhe ajo ju përgjigji me një babi që doli si një pshërëtim e fundit shpirti, e gjithë pompa dhe luksi i dasmës u shndruan në hi. Ai u hodh në gjunjë, pa pyetur për kostumin e tij të shtrenjtë, duke e mbështjella atë trup të vogël e të pist në krahët e tij, ndërsa Rudina Belo zverdhej në fytyrën si një kufon. Drejtësia që pasoi nuk ishte thjesht një procedurë gjyqësore, por një katarsis i vërtet. Elvira, një hetuese e palodhur dhe mikeshe vjetër e familjes, zbuloi se rëmbimi i Adrianës para 9 vitesh nuk ishte kryer nga bandit të rastit për gjobvënie, ishte një komplot i thurur holl nga njerëz brenda rrethit të tyre të paguar nga familja e Rudinës për të eliminuar trashëgimtarët. Por zbulimi më i tmerrshëm, ai që e bëri Ardit Kastratin të ulurinte nga dhimbja, ishte fakti se vdekja e Mirelës nuk ishte një aksident i shëndetit mendor. U vërtetua se Rudina përmes lidhjeve të saja korruptive kishte arritur të ndryshonte ilaçet që Mirela merrte, duke i dhënë doza të vogla helmi që imituan dobësinë e zemrës dhe depresionin, derisa e çoi në varr. Rudina u prangos aty ku priste të merrte unazën e martesës, duke u përballur me akuza për rrëmbim, bashkëpunim në krim dhe vrasje me paramendim. Shërimi i Adrianës filloi si një proces i shejtë në kopshtin e saj të vjetër në Korçë, aty ku pemët e arës dukeshin sikur po e prisnin me degët e tyre të hapura. Ajo nisi të rikuperonte vitet e humbura, jo vetëm në shëndet, por edhe në dije, duke u bërë një grua e fortë e mprejtë që mbarte në shpirt një mençuri që njerëzit e thjesht nuk e arrin kurrë. Arditi e mbylli veten nga bota e jashtme për t'u kushtuar vetëm asaj, duke u bërë mësuesi, shoku dhe mburoja e saj e përjetshme. Së bashku me Elirën, ata nuk lejuan që dhimbja e tyre të mbetej vetëm një kujtim i zi, por krijuan një rrjet mbrojtës kombëtar për fëmijët e humbur, duke përdorur çdo qindark të pasurisë së tyre për të siguruar që asnjë baba tjetër të mos varoste një arkivol bosh. Sot Adriana ulet në atë kopsht dhe shkruan në bllokun e saj, jo më për tmerret që kaloi, por për triumfin e jetës mbi vdekjen. Vajza që dikur mbriti zbathur dhe e përbuzur, sot është dëshmia më e fuqishme se e vërtet është një forcë që nuk mund të mbytet dhe se sado e gjatë të jetë nata e gënjeshtrës, agimi i drejtësisë do të vijë gjithmonë për ata që guxojnë të kthehen në shtëpi.